Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërin, dua të ndaloj pak të komentoj këtë djellëzën. Djellëza, një emër shumë i përmendur, në fakt i sjellur nga Gjesti në shtëpinë e Big Brotherit, si atë të Kosovës, atë edhe të Shqipërisë, një personazh, një vajzë e cila duket që sipas Gjestit të jetë një vajzë me performanca shumë të bukura, shumë tërheqëse, shumë e ëmbël, një njeri që ka investuar goxha shumë në famën e Gjestit, në suksesin e Gjestit, një njeri që i ka qëndruar shumë afër. Në fakt, për mendimin tim, Gjesti është kontradiktor në mënyrën se si e shpjegon këtë marrëdhënie. Brenda shtëpisë, e kam dëgjuar vetë me veshët e mi dhe e kam pa live në Big Brother, Gjesti i ka pas thënë Eglit që djellëza nuk ekziston dhe është një personazh që unë e kam sjell vetëm për show brenda shtëpisë. Ndërsa në anën tjetër, Gjesti pretendon se djellëza e ka mbajt me bukë, i ka qëndruar afër, ka investuar në jetën e Gjestit, e ka bërë Gjestin të ndihet i lumtur. Do të thënë pikpyetje që në fakt te publiku kanë ngritur shumë hamendësime. A ekziston si femër apo nuk ekziston? Tani Egli me shumë sportivitet thotë që duhet të takojmë të dy. Po në qoftë se djellëza do të ishte ekzistente, si do të binte dakord që të takohet me Eglin? Është çuditërisht e paimagjinueshme. Mënyra se si Gjesti mundohet ta sjellën djellëzën në pjesën e showbizit. Nuk ka një fotografi të djellëzës, nuk ekziston si personazh, fytyrën e saj ne nuk e dim, jemi munduar që sipas mënyrës si Gjesti e ka përshkruar djellëzën, shpirtin e saj, fytyrën inore, ne ta sjellim nëpërmjet inteligjencës artificiale ta krijojmë dhe arritëm ta krijojmë dhe na dha këtë gocën që ju në fakt keni shikuar në thumbnail dhe kaq vajzë mirë, kaq hynore. Ta doj ka shumë Gjestin dhe të mos jetë kur një figurë publike, dhe më thënë, jo faktin e figurës publike, po një foto do të ekzistonte e saj, një Instagram do kishte kjo, një mike do kishte që e njihte, do me thënë, besoj që është pak histori e trilluar kjo dhe unë me thënë drejtën jam pak në dilema dhe jam pak në prapavi me këtë pikpyetje me këtë situatën e kësaj djellëzës. Pse jam në prapavi, në pikpyetje? Sepse djellëza është përfolur shumë, është komentuar shumë dhe asnjë media nuk doli dot t'ia gjej figurën se si duket kjo djellëza. Kaq private që nga kjo djellëza, kaq që nga kjo djellëza e fshehur, dhe unë mendoj që kjo është një histori e sajuar dhe djellëza nuk ekziston fare dhe Gjesti këtë e ka bërë për klikime. Unë, me thonë të drejtën, nuk besoj fare te kjo djellëza. Por unë jam munduar që ta përmbledh si histori, edhe më pas ta komentoj prap. Spektakli i Big Brother VIP Albania 4 nuk ishte vetëm një garë për çmimin e madh dhe për famën për disa, ishte një betejë me të kaluarën, me ndjenjat e shtypura dhe ndoshta me të vërtetën e vetes. Askush nuk e ilustroi këtë më shumë se fituesi i edicionit Gjesti, i cili gjatë qëndrimit të tij në shtëpi krijoi një nga rrëfimet më kontradiktore dhe më të debatueshme të këtij sezoni. Figura enigmatike e vajzës me emrin Djellëza. Prej javëve të para, Djellëza u përmend nga Gjesti si një emër më i rëndësishëm në jetën e tij. Një vajzë me të cilën sipas tij kishte ndarë 5 vite dashuri, sakrifica dhe histori të thella personale. Ai shprehej se i kishte borxh shumë dhe se ajo kishte qenë një figurë kyçe në rrugëtimin e tij njerëzor dhe emocional. Madje nuk hezitoi ta përmendte me emocione dhe nostalgji para banorëve, veçanërisht në debatet e tensionuara me Eglin, ku ky emër shpesh përmendej si hija e marrëdhënies së tyre. Por gjithçka mori një kthes të çuditshme dhe tronditse, kur një nga episodet më të tensionuara, Gjesti deklaroi para të gjithëve se djellëza nuk ekziston dhe se ajo ishte thjesht një imagjinat e tij. Publiku mbeti i shtangur. Ai ishte ky një manipulim emocional, një mekanizëm mbrojtës apo një rrëfim i vërtetë i një realiteti të dështuar emocionalisht. Deklarata u bë virale në rrjet
Komentet ishin të pafundme. Disa e konsideruan si një rrëfim të dhimbshëm të një zemre të plagosur që nuk pranon të ballafaqohet me realitetin. Të tjerët e panë si një përpjekje për të manipuluar situatën dhe për të shmangur pyetjet që po e vendosnin në pozitë të vështirë brenda shtëpisë. Por drama nuk mbaroi aty. Pas përfundimit të spektaklit dhe shpalljes si fitues në emisionin post Big Brother, Gjesti hodhi benzinë zjarit në një tjetër deklaratë bombastike. Pavarësisht se ajo nuk më ka thirrur, nuk më ka uruar dhe nuk ka reaguar, unë ndihem i detyruar të takoj diellzën dhe t'i bëj një dhuratë. Një kthes që la pa fjalë jo vetëm fansat, por edhe ish banorët edhe komentuesit në studio, si është e mundur që një personazh i shpallur fillimisht si i pavërtet të kthehej sërish në një realitet emocional për të. Kjo histori, më shumë se çdo tjetër, ka krijuar një re misterioze rreth figurës së Gjestit. Ai ishte diellza një vajze vërtet që ai përpiqej të haronte, apo ishte një shpikje për të mbrojtur ndjenjat ndaj Eglit apo për të krijuar një imazh të caktuar për publikun. Një gjë është e qartë, për publikun shqiptar, diellza tashmë ka marrë statusin e një legjende të Big Brotherit VIP. Një emër që nuk u pa kurrë, që ndikoi rrjedhën e emocioneve dhe vendimeve të një prej personazheve më të fuqishëm të këtij edicioni. Dhe nëse ajo ekziston vërtet, a do të reagojë ndonjëherë? Nëse ka një gjë që ky edicion i Big Brotherit ka treguar është se e vërteta, sado që tenton të fshihet, gjithmonë del në dritë. Tani i mbetet Egli të vendos, do përballet me këtë stuhi apo do qëndroj në heshtje duke i lënë fansat të ndajnë vetë të vërtetën nga imazhet. Një gjë është e sigurt, spektakli i vërtet sapo ka filluar jashtë mureve të Big Brother VIP. Tani, do më pyesni ju pse Ti Tiron nuk e beson këtë diellzën. Tani nuk e besoj sepse Gjesti brenda në shtëpinë e Big Brotherit nuk ka thënë që kjo diellza është e martuar jashtë. As nuk ka thënë që është martuar, as nuk ka thënë që ka ndërtuar familjen e saj. Njerëzit jashtë thonë që diellza është martuar. Ka njerëz që mua më komentojnë që e kemi takuar. Jam shumë në pikpyetje për këtë femërun, për faktin sepse kjo diellza që nga kaq misterioze që edhe Interpoli nuk e gjen dot. Tani shqiptarët kanë publikuar fotografi që i kanë nxjerrur nga vari, dhe nga vari i kanë nxjerrur fotografitë dhe i kanë publikuar, s'po e gjekan dot këtë diellzën kush është. Një fotografi nuk ka prej saj. Dhe për këtë gjë unë jam pak konfuz në krijimin e kësaj historie, si erdhi dhe si vazhdon. Unë mendoj që duhet t'i besojmë fjalës së Gjestit që e përdora këtë emër për show, dhe është një imazh që unë e përgëzoj Gjestin, do të thënë që nga inteligjent, që nga inteligjencë artificiale Gjesti, realisht, që po krijon një imazh, po krijon një figurë, po krijon një njeri, po krijon një histori, po krijon një situatë, kjo i bie që ka super inteligjencë për ta bërë të besueshme te publiku që të vazhdon rrugtimin. Ky është mendimi im, se besoj që po të ishte gjithçka e vërtet, një foto e diellzës deri më sot do kishte dalë.